Në ndërim të rënëve të mirë. Largi të rënëve. Ky aktivitet realizohet në patronatin e shefit e misionit të Konsulatës e Republikës së Kosovës në Zotëri, zotit Berisha, në bashkëpunim me lidhjen e kryesve shqiptar në Mërgan. Faleminderit të gjithëve për pranimin tuaj sonte. Sonte jemi mbledhur për të përkujtuar dhe për të reflektuar mbi një nga periudhat më të rënda të historisë sonë. Krimet e kryera në Kosovë gjatë viteve 1998-1999 dhe me theks të veçantë mbi vuajtjet dhe sakrificën e pacientëve dhe personelit shëndetësor të qendrës të QKUK-s dhe institucionet e tjera shëndetësore. Në këtë mbrëmje do të prezantohen dhe trajtohen disa nga temat më të ndjeshme dhe më të dhimbshme si krimet serbe në Kosovë 1998-1999, rastet e pacientëve dhe personelit mjekësor të qendrës klinike universitare të Kosovës, vrasja dhe zhdukja 45 punëtorëve shëndetësor shqiptar, 120 pacient të vrarë në kirurgji dhe ortopedi të Spitalit të Prishtinës, roli dhe sakrifica e kirurgëve abdominal të QKUK-s gjatë luftës. Këto tema janë trajtuar në veprën e autorit Sali Krasniqi e botuar nga Ramiz Tafilaj përmes shtëpisë botuese Jalifat Publishing Houston në vitin 2026. Mirënjohje e veçantë për autorin, botuesin dhe të gjithë kontribuesit që kanë bërë të mundur dokumentimin e këtyre ngjarjeve, duke sjellë dëshmi të rëndësishme për brezat e sotëm dhe të ardhshëm. Për të hapur zyrtarisht këtë aktivitet, kam nderin që të jap fjalën zotit Vigan Berisha, shef i misionit konsullor pranë Konsulatës së Republikës së Kosovës këtu në Zurich. Shumë i nderuar profesor doktor Sali Krasniqi, i nderuar zotëri Ramiz Tafilaj, zotëri Mehmet Mjeku, zotëri Safet Martinaj, i nderuar profesor Alban Ezil që është rrugës të ardhë, veterani i burgosur politike, përfaqësuesi i lidhjes së mjekëve shqiptar të Zvicrës, doktor Sali Sefa, veprimtar i çështjes kombëtare i burgosur politik, ish konsulli i Republikës së Kosovës këtu në Zyrich, të dashur familjar të dëshmorëve, invalid e veteran të luftës, të dashur bashkëdhetar zonja Zotëri. Është një nder i veçantë për mua të ju mifes sonte në këtë mbrëmje të rëndësishme kulturore e historike, kushtuar promovimit të veprave të doktor Sali Krasniqi. Ky aktivitet është një akt kujtese, një dëshmi e së vërtetës dhe një thirrje për ndërgjegjësim. Përmes këtyre botimeve, ne rikujtojmë një nga periudhat më të dhimbshme të historisë. Gjenocidin e kryer në Kosovë gjatë viteve 1998-1999, në këtë rast veçanërisht ndaj pacientëve dhe personelit mjekësor si dhe humbjen tragjike të jetës së shumë profesionistëve shëndetësor gjatë luftës së Kosovës. Doktor Krasniqi përmes punës tij palodhur ka bërë një kontribut të çmuar në dokumentimin e këtyre ngjarjeve. Ai nuk ka shkruar vetëm si mjek apo studius, por si dëshmitar i kohës, duke ruajtur të vërtetën për brezat që vinë. Doktor Sali Krasniqi ishte ndër themeltarët e 7 spitaleve ushtarake të 3 luftave tona së Ne kemi obligim moral e kombëtar që të mos harrojmë. Kujtesa është themeli i drejtësisë, ndërsa drejtësia është kusht për paqe të qëndrueshme. Pikërisht për këtë arsye, librat e tillë janë të domosdoshëm sepse ato flasin aty ku shpesh heshtët, dhe ato dokumentojnë aty ku shpesh burrt. Në të njëjtën kohë, kjo mbrëmje është edhe një dëshmi e rolit të jashtëzakonshëm të mërdhatës SU, e cila vazhdimisht kontribon në ruajtjen e identitetit, historisë edhe vlerave tona kombëtare. Mariani që në emër të Konsullatës së Republikës së Kosovës të ju falenderoj për pjesëmarrjen edhe të ju dëshiroj një mbrëmje të mirë. Faleminderit. Falenderojmë konsulin për fjalën e tij. Në fakt do të kishim
Doktor Alban Neziri, i cili si që tha dhe konzuli i tuaj në disa minuta për të arritur, andaj kam nderin që të ftoj për EUsh shkrimtarin Muharrem Blaka, i cili do të flas me cilësinë e shoqatës për të shkrimtarëve në Mëkat. Ndërruar bashkëpunëtor, ndërruar zoti konsul i Republikës së Kosovës, ndërruar zoti doktor Sali Krasniqi dhe i bashkë mikrofonin në stabilaj. Po, kisha rastin që ndoshta një ndet parë ka kemë dërshkrimin ndërruar të doktorit. Ishte një vepër voluminoze, një shkrim voluminoz, por ajo që ishte për brenda shkrimit, ishte një rënqetje, ishte një përgjakje, ishte një gjak që doktore kishte përjetu dhe për me përpjekje që të i drejtonë sa kishte mundësi në ato rrethonat këndimante paciente, përgjithsisht veçmas paciente shqiptarë. Dhe këtu librin punova me një përkushtim, po jo që e punova, po e përjetova në atë mos sa që isha protagonist i atij libri. Pra arsye se njeriu kur ka një përjetim të vetin, te gratë komunik tash nëna tona, kanë shku një rast vdekës në falni për të ndërpër, kanë shku një rast vdekës edhe kanë qajt për një njeri që ndoshta se ka një thjesht, po ka qajt për vujtjet e veta, që ka pas në shpirt edhe i ka ardhur rasti me shpërthyer aty. Edhe libri i doktorit do të thotë shkrimi, jemi sinqert, ishte i tillë që nuk mundshim me lexu një rresht ose një vend pa gjatë, nuk mundshim pa gjatë, pa ndje vërdje, tortur, lidhje për shfrat të pacientëve, fëmijët plagosën keq rënë dhe keq trajtuar nga mjekët që ata e kanë dhënë betimin Hipokratit që çdo kujt t'i ndihmojnë, po jo ta maltretojnë, jo ta torturojnë. Po mjekët serb e kanë bërë një gjë këtë tjetër, që i kanë torturuar pacientat, i kanë rreh, i kanë dra dhe i kanë mënu deri në atë pikën sa edhe i kanë myt brenda që ke u kës brenda spitalit. Doktor Sali Krasniqi ka bën atë veprën madhore që ka ardhur ndihmë, jo ndoshta sipas ligjit të Hipokratit, por edhe sipas traditës tonë kombëtare. Që nëse vjen dikush në dorë dhe ki sa të pak mundësi me rreziku edhe jetën që ta ndihmosh, këtë ka bën doktor Sali Krasniqi, që jam shumë mirënjohës dhe populli duhet të jetë shumë mirënjohës, edhe shteti jon duhet të jetë shumë mirënjohës për veprën e tij që ka mujt mi nxjerr ato dokumentacione para se t'i zhdukin paramilitarët ata ushtria e servisit. Ka mujt mi nxjerr, ka bë luftë mi nxjerr, ka bë luftë mi rujt edhe me na i ofru neve sot si dëshmi e një kohë përgjakshme, një kohë të jashtëzakonisht, një tragjedie të kombit tonë. Unë nuk do të zgjatem shumë të lexoj, por deshta vetëm të falenderoj zotin Ramiz Tafilaj që arriti të përpunoj librin e tij dhe ta shpërndaj në për qendrat kryesore të botës. Faleminderit zotit Blakaj. Tani kam nderin që të ftoj kryeministrin e çështjes kombëtare, ishte burgosul politik, veteran i luftës dhe përfaqësues i mjekëve shqiptar, profesor doktor Alban Neziri. Në gjithë, nderuar konsul, nderuar të pranishëm, nderuar Dr. Sali Sefa, nderuar profesor Sali, është një nderi veçantë për mua sot që në emër
të lidhjes së mjekëve shqiptar në Zvicër, po edhe në emër të Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës, ti përshëndes këtë promovim të rëndësishëm këtyre librave. Sot nuk jemi mbledhur këtu për të promovuar vetëm libra, por për të reflektuar, për të kujtuar, për të nderuar një histori të cilën nuk duhet të harrojmë asnjëherë. Profesor Sali Krasniqi, përmes veprave të tij ka bërë diçka shumë të rëndësishme. Ai ka dokumentuar të vërtetën. Me këta libra nuk gjejmë vetëm fakte, por histori njerëzore, dhëmbje, qëndresë dhe shpresë për liri. Ajo që e bën këtë edhe të fuqishme është se autori nuk është vetëm studiues i kësaj periudhe. Ai është dëshmitar i saj si mjek gjatë luftës. Ai ka qenë për njerëzve në momentet më të vështira, ka qenë për të ndihmuar të plagosurit, për të riparuar në thojza luftëtarët e lirisë dhe duke shpëtuar jetë e të gjithë atyre që kanë marrë pjesë në luftë dhe janë lënduar ose kanë qenë të smur. Ky përkujtim na përkujton edhe shumë mjekë të tjerë të asaj kohe, veçanërisht desha ta përmend edhe kolegun e profesor Saliut, profesor Suldedushin. Janë ky tandemi dhe të tjerë të cilët me të vërtet ju kanë ardhur në ndihmë luftëtarëve të lirisë. Këta kanë qenë engjëjt e bardhë të kohës së luftës, engjëjt të cilët me të vërtet ju kanë dhënë shpresë të gjithë luftëtarëve të lirisë dhe të tjerëve. Të nderuar miq, në emër të lidhjes së mjekëve shqiptar në Zvicër, në emër të Kolegjit të Kirurgëve të Kosovës, shprehim njohjen tonë të thellë për profesor Dr. Sali Krasniqin, për punën e tij, për guximin dhe për kontributin e tij të çmuar gjatë luftës dhe pas saj. Këta libra janë një kujtesë për të gjithë ne. Një kujtesë që historia duke treguar ashtu siç ka ndodhur, sepse vetëm duke njohur të vërtetën mund ta ndërtojmë një të ardhme më të drejtë dhe më të mirë. Në fund ju falenderoj të gjithëve për praninë dhe ju uroj një mbrëmje të suksesshme. Faleminderit. Faleminderit zoti Neziri. Në vazhdim kam nderin dhe kënaqësinë që të ftoj një veprimtar tjetër të çështjes kombëtare, ish burgosur politik dhe ish konzulli i parë i Republikës Kosovës këtu në Zuri, Dr. Sali Sefa. Përshëndetje për të gjithë ju vëllezër dhe motra. Përshëndetje të veçantë për konsullatën e Republikës Kosovës me stafin e saj dhe konsullin Berisha që po na mundëson dhe po na takon shpesh këtu në objektet e konsullatës Republikës Kosovës. Përshëndetje profesorin më të nderuar Sali Krasniqin, Ramiz Tafilaj, profesor Alban Neziri, Muharrem Blakaj, Recep Rifati, Valdetën. E kam, mos ma zeni për të madhe, kam këtu edhe një bashkëkundërshtar, si gjithmonë, Ali Sulejmanin, që e përshëndes nga zemër. Kush është profesor doktor Sali Krasniqi? I lindër në një fshat në pjesën malore të Kosovës, në të gjest të Dardanës, shkollimin e fillor të mesëm edhe studimet i bën në Prishtinë, studimet, specializimin dhe post studimet e tij i bën në Zagreb, doktoraturën në Tiranë, shef dhe drejtori i kirurgjisë, por për mjekët dhe për juve që doni ta dini, profesor Sali Krasniqi është baba i laparaskopisë në Kosovë. Ajo është një metodë e kirurgjisë dhe përdoret në vendet më të avancuara dhe që nuk ka histori shumë të gjatë,
por që ka sukseset jashtëzakonshme, që ka shkurtu kohën e spitalizimit të pacientit, që ka shkurtu aftësinë për vazhdu punën pacienti dhe i ka shkurtu prerjet e gjata. Kështu që edhe studentët, edhe nxënësit e profesor Saliut kanë mësu dhe kanë marrë metodën më të mirë për të punuar dhe për të vazhduar. Por sot këtu jemi edhe për promovimin e librave të profesor Sali Krasniqit. Merrni me mend, ju punoni në një spital ku as 10% të personelit shqiptar nuk kanë mbetë, ku edhe mjekët aty që kanë ardhur nuk dihet a janë mjek apo janë kriminal dhe do t'i nënshtrosh një disiplinë të tillë. Këtë jo që ka bërë profesor Sali Krasniqi, por ka ndihmuar me qindra e qindra pacient në ato rrethona dhe në ato kushte dhe pas orarit është angazhuar në spitalet ushtarake të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kjo është mrekullia e një njeriu me zemër të madhe. Ishte përfaqësues dhe koordinues i 7 spitaleve, jo vetëm në Kosovë, në territorin e saj, por edhe në Likov, në Maqedoni, edhe në Preshevë. Si është e mundur një njeri të arrijë, këtë mund të bënë vetëm vullneti i madh për liri. Andaj, lirin që e gëzojmë ne sot është vërtet pushka, por kemi edhe shumë metoda dhe mënyra që kanë ndihmuar bashkë sa të tjerë. Duhet t'i them vetëm 2-3 fjalë për librat që janë pak të mbledhëse, por unë e kam quajt librat e doktor Sali Krasniqit janë vetë personazhi Sali Krasniqi edhe dëshmitë e tij. Sepse i ka përjetu të gjitha vetë, i ka pa me sytë e tij. 45 punëtorë shëndetësor janë të vrarë. 125 pacientë. Po ashtu, bile unë e quaj këtë vrarje mizore, sepse ta vrasësh njeriu ngadal, është edhe më e dhimbshme edhe më e rrezikshme. Fati im ka qenë që kam përjetu dhunën, kam përjetu burgun, kam përjetu mënyrat dhe me besoni, ne nuk mundemi me marrë me mend se çka ata ishin në gjendje të bëjnë ndaj frigës ndaj shqiptar. Andaj këto i kanë bërë të gjitha, e Sali Krasniqi me punën e tij ka mbledh fakte që askush nuk mund t'i demanton, ka bërë libra të cilat, biseduam pak më herët, duhet të shkojnë në derë të secilit, sidomos në institucione edhe të Kosovës, edhe të ndërkombëtarëve. Kështu që janë mbledhje faktesh të cilat çdo popull, çdo institucion shtetënor, çdo qeveri, çdo avokat i popullit, çdo këshill për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njerëzit, do t'i kishte përdor tamam ato fakte për ta formuluar një akt akuzë dhe për ta ngritër këtë çështje në Strasburg ose kudo që është e nevojshme, sepse në Kosovë është kryer gjenocid njerëzor mbi shqiptarët. Andaj unë vërtet, edhe pse njihemi shumë gjatë, vërtet e falenderoj për punën e palodhshme profesor doktor Sali Krasniqin, edhe po e përmbyllim me një fjalë. Zot, lena i këtë njeri edhe gjatë, sepse na duhet.
Faleminderit Dr. Sefa. Natyrisht që veprave të Dr. Krasniqit u ka dhënë jetë botuesi. Dhe ne kemi nderin që Dr. Ramiz Stafilaj si botues ta kemi sonte këtu, në qoftë se mund t'i drejtoni edhe nga aty. Po që Faleminderit dhe doktorit. Përshëndetje. Unë sikurse dhe ju jam 55 vjet në mërgim në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po më ju thonë se mërgata shqiptare në Evropë kanë rrinë në nivel shumë më të lartë se sa në atje, edhe për vetë arsyeën se keni pas edhe vendimje në afër, po dhe rinini keni shkollu. Na kemi qalu pak në drejtim, po tash kohë të fundit kemi edhe na shumë shkollum, shumë njerëz. Bile bisedova me konzullin, nuk ka ndonjë pore të pushtetit ose pushtet majvëse në Amerikë që nuk gjon në shqiptar. Prandaj shkelësia juj do të Vigan Berisha, Dr. Sali Krasniqi, kolegë të Dr. Sali Krasniqi, po dhe bashkëdhetar të mit, gjithë të pranueshëm, bashkëdhetar tonë Safet Martinaj dhe Mehmet Mjeku, të cilët na kanë shoqëruar jo vetëm te këtu, po tash erdhëm pe Kalabris, ishim edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e mos i numërojmë gjitha shtetet ku i kemi bërë këto vizita me librat e doktorit. Dhe ka ardhur mirë që kanë ardhur me veti se na jemi 12 vjetër, ato janë çast trona sa nuk e di që shka mujt me i shkruten ato fjalë. Po janë dhe libra që me të vërtet si dokumentacion nuk besoj se ka një dokumentacion më të mirë se sa veprat e Dr. Sali Krasniqit, për arsye se etika e mjekut nuk lejon me bë krime në pacienta dhe në mjeket Jugoslav dhe Serb në atë kohë kanë bë krime ndaj pacientëve të vet, ndaj kolegëve të vet, ato gjëra janë të dokumentuar këtu. Ato dhe të shpalos vet mjeku që më sa thëmë në ndanim shefsi, po janë më të vërtet të dhimbshme për mi pa. Nuk kemi më kajtë kësaj radhe. Unë e ndi veten shumë privilegjuar që më dha rasti të botoj këto libra. Tash pyetja rrjedh si kush është kjo shtëpia botuese Jalifat Publishing. Në vitet 80, mas demonstratave të Tenishit, ertu kështu gjendja në Kosovë dhe shumë kolegë të mi që i nifsha nga studimet në Zagreb, sa unë jam student i Zagrebit sikurse edhe doktori, dhe gjithandaj e vendosën që është mirë me pas një shtëpi botuese jashtë Kosove, për me mujt me botu disa vepra të cilat ishin të pamundshme me botu në Kosovë në atë herë. Dhe kështu edhe lindi kjo Jalifat Publishing, kohë se e lexoj mbrapsht thot Tafilaj Publishing, se nuk dishim na jamën më të mirë dhe ashtu i kamet për atë herë. Kështu si na në kuadrët e botimeve, kryesisht me marrë me botime historike, me botime dokumentacionit, me shumë botime tjera. Veç paramendoni, në trullin ku kom lindune, kanë lind edhe prindët e mi, po edhe gjyshtrit e mi, kanë ndru disa shtete dhe disa qeveri. Pej qeverisë otomane, të Mbretënia Serbe, deri të Kosova, që rregullume në Partinë Komuniste, e coptume nga të gjithë, e tashit për manë fund, shekulli shqiptar, falë gjithë atyne që kanë dhonë jetën dhe janë fliju për te, po edhe babalarve tjerë që me dionin e tyne në kanë udhëzuar në mënyrën e drejtë, sikur se doktor Ibrahim Rugova, kemi mri me pas 2 shtete shqiptare në Ballkan, të cilat janë drita më mira që një popull mundet me pas. Kështu që tash rrugët janë të hapne, e di që edhe ju keni shumë intelektual, shkruajnë vepra, bojnë libra, sa më shumë të dokumentohen faktet, aq më mirë është. Për arsye se kur kemi shku bashkë me profesorin, me doktor Sali Krasniqin në Washington në bibliotekën e Kongresit, asnjë libër për Kosovën nuk i kemi gjetë. Unë befasoj kuaj pa anglisht në ti heq, ja arriti që me bo miqësi me drejtoreshën e bibliotekës, dhe ajo në dha një dritë
gjelbër që gjitha libra që i sjellim do të radhiten në raftet e Bibliotekës Kongresit, dhe sot veç kemi fillu për me imbush ato rafte. Ky libër është pak i reduktum, po i kompletum, sepse libri originali i tij është në 2 vëllime, i ka 1000 faqe, edhe është një format i më të madh, edhe i përfshin gjitha, merrem me mend tash për shembull një fëmijë 3 muajsh me thon profesionin e ka terrorist. Ato janë dokumentuar aty. Tash imagjinoni doktor Krasniqi shu këto vepra, si e kanë i veten doktoresha bashkëshortja e Sali Krasniqi, kur ajo ka tranu me këto krime, me këto vrasje. Mas shumë ti ajo ka vujt, se ky i ka përjetu, po pas në përmes këtina, edhe ajo i ka po, kështu si unë nuk do t'ju zgjas shumë, do t'a përshëndes edhe motrën time Dritën, që ka ardhur sot bashkë me Ren Vlorën, Ren e Nipit. Drita jeton në Vil, është në asamblista, shkoj thonë ndaj këtu në Zbit ju i dini ato, dhe është që 40 vjet nështë më shumë. Ju falënderit për pjesëmarrjen, më falni ndoshta kam zgjat pak. Urime doktor, falënderit për mikpritje. Faleminderit shumë zotit Afilaj. Tani është radha që ta dëgjojmë njeriu kryesor të kësaj mbrëmje, doktor Krasniqin. Zoti doktor, fjala është për juve. Na flisni. Po vjen keq se kam pak problem me nejnë kam, përshka kam pas një sulm, edhe drejt pëshimin nuk e kam bashkë mirë, edhe të folet bashkë mirëja se po qalej ka pak, në e fjallë ka herë koqikna për i kam 2 vetë. Ma hem për kështë. Jo veç këta 2, edhe tjerë, po këta 2 bile ma letë, ma afer i kam. Shëndes, së pare një kodqidin konzullin Vigan Berishën, me të cilin që disa muj i kemi bë plane se si me ardhë dhe me bë promovimin e librave të mi. Përshëndes ma shumë të invaliden të cilin për herë pare pash. Pardet e hote, aktiviste shumë modhe ku Që erdhë në këtë gjendje me ndëgjua fjallë tëna. Pranishëm një pacient, Naim Gjufen, i cili ka ardhur për Gjermanisë, tash e poshtarë, i cili ka Naime qenë... s'ka desh më të reguhe, se unë e kom ditë, po... Naim Qufa, ja. Po, s'ka dash më të reguhe, ka dash më da më farsi. I cili të cilin e përmeni se ka pas terrorist, profesionin terrorist, e taj është kë profesion të cilin liber mëni me pa për çka ka ndodhur Naimit. Pra përshëndes këta, përshëndes kolegët e mi, Albanin neurokirurgun, falë, po nuk krejt, nuk mujmi ditë enat, Sali Sepen, shkrimtarin Rifatin Muharremin, e cili e konë redaktor i librit parë. Kam edhe 2 ndipsat, po thamë në atë kuptim që më ndihmojnë shumë, Safet Martina dhe Mehmet Mjekun, ndërta kryesorin, thuj se e kam profesorin Ramiz Tafilaj. Unë i përshëndes të gjithë tjertë, disa i njëf, po jo, krejt, po unë vjen mirë që keni kohë me ardhë me në ndëgjua për vujtjen e publit tënë. Unë e këmë ndërë, ma përmenën Jusuf Dadushin pak më erët, unë e këmë punuar shumë me profesorin Dadushin, i cili shkaj herët, kemi dasht me batua edhe një liber për pjesëmarrjen e personelit shëndetësor në luft,
ku janë dikun rreth 350 mjekë që kanë marrë pjesën në Kosovë dhe janë mbi 600 infermierë që kanë marrë pjesë për me ndihmu luftën për mos marrë ndonjë tragedi më e madhe prej serbëve që kanë bërë për pas në spitale që kanë bërë tragedi tilla, mos me ndodh edhe në për terene ku i kanë mbuluar këta mjekë dhe infermierë. Ndërta është edhe motra e konzullit e cila në luginën e Preshevës ka marrë pjesë për ndihmën e luftëtarëve të gjatë luftës 2001 kur ishëm në Breznic, në spitalin që kemi pas në Breznic. Mos flasën për histori shumë timen, janë edhe këtë biografia ime të dikun, mirë do të flasë për librin kryesor i cili tani është botuar në gjuhën angleze duke i falendëruar praf Ramiz Tafilaj dhe ai i cili ka paguar për kthimin është Musa Islamaj i komunës Deçanit, i cili i falenderojnë për zemërtësisë që më mundësoj me botu këtë libër. Këtu nuk kam mundësi as me botu, me shkru, kum pas mundësi, tash më i reduktuar jam se nuk po mundem me shkru si duhet për shkak të dorës, mirë po me kompjutere këtu, po muj me shkru i kam në rend edhe disa libra tjera, materialin që kam, edhe atë librin që përmena për Isuk dhe me dhe dushin në musha më jam quhet amanetin që e kemi pas dërmen dhe ja kom dhënë bile materialin, ai me janis me rregulluar, mirë po më shkoj herët. Numër 1, libri Krimet sërbe, është edhe anglisht, në QKK ndaj pacientëve shqiptar. Janë 1239 pacientë. Këtu nuk janë përfshirë edhe 45 punëtorë shëndetësor të vranë. Janë veç pacienta, janë 1239. Janë 404 fëmijë prej 0 deri në 17 vjetë. Dhe 701 janë të rritur, bi 18 deri në 88 vjeçar, më i vjetri. Mirë, por i kam edhe 37 pacienta të cilët nuk kanë datë lindje. Nuk janë fëmijë, a janë të rritur, po janë pacienta të shtrim që kanë qenë, dhe 10 pacienta të cilët janë pa NN, nuk kanë kështu. Mirë po i shkruan për shembull serbisht i kanë se kryesisht janë çirilistë. Dhe kom pas nga njerë probleme me deshifruar çka ka shkruar, diçka diagnoza, diçka se i kanë bërë çirilicë. Kështu që ndonjëherë i kom pyetur disa që kanë njoftë më mirë çirilicën se sa unë, megjithëse e kom pas ditë kur më kanë mirë, po pas sulmit as gjuhën serben, as edhe gjuhën shqipe, drejtën me thonë e kom harruar të dikun, frëngjishtën e kom pas studiuar deri në vitin e 3, thuj se nuk më me fol 2 fjalë për frëngjishtën, kështu që pas sulmit kom humbë shumë drejtën me thonë, kështu që i kom marrë që të dhonat për dokumente mi ba sa ma shumë të besueshme të pyet edhe kolegë tjerë që e din në gjuhën sërbe ma mirë se une. Janë
këto është një 17 pacienta janë me profesion terrorist. Për herë parë kum një që pacienti mundet me pas këtë profesionin terrorist. Për ndërta po them është Naim Qufaj, është ma i riu që ka qenë atë 17 vjeçar, të tjerët janë kom 18, 19, 20, janë numër 70 prej Gjakovës e pjesë tjerë, pacientat të tjerë. Edhe për Burgut që i kanë pru, i kanë shënuar terrorista. Se që ka ndodhë ndaj pacientave. Pacientat shpesh i kanë pas të lidhur për radiator ose për kreveta. I kanë pik cigaret në dur ose në trup. Ja kanë hapë këtë plagët me automat, me shkaktu sa ma shumë dhimbje. Mos flasëm për pacientat kënë se mi hjek këtë fashat e diçka me anestezian s'kanë ndodhë kurrë, apo i kanë hjek qatë shumë me shkaktu dhimbja apo gjakdere, se nuk e kanë pas gajle për ata që po me shkaktu sa ma shumë. Ka dasht me gjujt pacientat prej dritarës, jam me treguar që ka dasht ata sëpë. Falni, po i kanë shti, e kanë urinue sërbët, polist edhe rojet e ndryshme, edhe i kanë thonë me pi urinën e sërbë. Por ne ka qenë tragedi që ka ndodhë. Këta pacientat që kanë qenë të lidhur kryesisht të terroristat në thojza, kryesisht i kanë marrë prej spitalit, i kanë qunë burgje, ose dhe janë kanë vdek, i kanë majtë në spital, disa në burgje, disa edhe në burgje kanë vdek, disa janë gjallë, për fatë mirë, janë 31 pacient të cilët i kom marrë për dokumentacioneve, janë edhe të Shqipërisë, një 2 e të tjerët janë të Kosovës, për Burgut Dubravës, të cilët i kanë në zonë, një po mos jenë plagos, me 1999, me 22 maj i kanë plagos, jo NATO, për NATO ja kanë shënuar në këtë qëtër historik e këtyne, dërsa atë dit nuk ka gjujt NATO. Me 19 maj ka gjujt, janë të vëram 3 pacienta, 2 të Ferizajt edhe njëri i Gjakovës Gjokë në Drecen, i cilin e këm pas pacient Gjokë në Drecen, edhe kë Naimi në atë kohë ka qenë i shtrim në atë kohë që kur ka qenë Gjoka, ndërkohë ma murën, jo vetë Gjokën, por kënë edhe disa bashkëtar kur duhet me thonë, anat të harajit. Shaj mija që për halaj diçka s'vedi, me qunë në pulmologi, ka qenë spitali në pulmologi të Hekurudha Kushedin Prishtin, tash është Ministria e Shëndetësisë në atë ndërtes, dhe i qunë atje. Dhe për çdo ditë për fatë mirë, e këm pas një shofer ndihmës shpejt, arke aty e marke dhe shkësha me pastru varët e këtyre pacientave që ishin në ata, ndërkohë për aty me murën dhe i qunë në përbuzhet, këtë Gjokën në Gjakov, aty e kanë operu edhe një herë prej aty, e kanë qunë në Pej dhe prej aty në Burgun Dubravës dhe me 19 maj, 99 e kanë mytë. Pej thuhet se
nuk I di që kanë qenë, po prej NATO-s. Ndërsa 22 maj jenë ardhë këta pacientat 31 që jenë ardhë, asnjë s'ka qenë prej NATO-s, por prej gjujtjeve të këtyre sërbëve dhe asnjë sërb nuk ka ardhur. Do të thotë që nuk ka qenë mujtën me qenë NATO. Kurse se po dihet edhe sakt që në atë kohë me 22 nuk kanë ndodhur, mirë po të njëri e kam plagën vullnus sklopetare. Sklopetare janë plagë me armë të zjarat të vogla, me kalibër të vogël. Do të thotë që vetë sërbët kanë shënuar plagën që e kanë bërë prej këtyre armëve të vogla, do të thotë nuk janë pe NATO-s. Dhe kum bisedu me numër prej tyre pacientave, të cilët më ka dhënë dhanat për ta se çka kanë hjekë, se aja ka qenë, mos I kanë filluar bombardimeve. Për 24 mars kanë filluar bombardimeve, këto kanë ndodhur me 22 maj, nuk I kanë pru me njëherë, po kanë filluar tek me 26 maj, do të thotë 4 ditë kanë nejtë plagosur në qatë mënyrë, dhe disa prej 26 kanë filluar deri me 10 qershor me I pru disa të plagosur. Do të thotë sa ditë kanë nejtë me plagë të tilla, të cilat të secili thujse ka qenë me plagë me qelbosin për shkak të infekcioneve që kanë pas pacientat. Është njëri I tropojës I cili ja kanë hjek krahun e djathtë, tani është në perëndim të punoj, jam në Facebook me ta shkruajmë, ja kanë hjek krahun e djathtë, pa anestezian e pa këtë. Kom gjithë për pacientëve të tjerë, familja Vojvoda të këtina Skënderajt, I më shku në shtëpi tyne dhe I kom pa se që kanë ndodhur me familjen e tyne, ku janë 6 antarë të familjes, njëri prej tyre ka vdek, edhe nona plagosne, edhe 5 fëmijë. Njëri prej tyre ka vdek dhe më pas jam shku edhe në Katon Vojvod aty në emrin, po Vojvoda mbi emrin, dhe I kom vizitue, më kanë treguar se si ka ndodhur. Këta sërbë, ai drejtori Rade Grbić ka qenë në atë kohë I spitalit të Prishtinës, ai ka thonë se NATO I ka gjujtë. Bisedua edhe me Fadil Beken I Drenicës, I cili ma ka konfirmuar se nuk ka pas gjujtje të NATO-s në atë kohë, dhe këta pacientat më kanë treguar se kanë ikë pe fshatit ku I kanë, edhe në shku të një I afër në një fshat tjetër, në një podrum, krejt fëmijë dhe gra, të rriturit I kam pjesën tjetër, mos mu kam afër aty një që me zanë me fëmijë, kështu që mirë po ju kanë gjurë bomba mbrana podrum dhe I kanë plagos që këtë familje krecisht, dërsa kë Rade Grbić në televizion I kom nxjerr dhana për ta, kishte në video ku thotë se I ka gjurë NATO dhe na I kemi shërue edhe duke ba apel NATO-s në atë kohë se ju pëmytni këta shqiptarët jo na. Pra, asi Dezinformant. Qato që thë Dezinformant. Po, I kanë ba përmes televizionit me thonë që këshe na për I pështëjmë humanitarët, po bashkë humanitarët në thëjza. Pra, ka pas qëtë shumë dhe ka
qatë shumë të dhona që i kam dhënë si se cili pacient është një roman për veti dhe me pas mundësi me shkru për se cilit mundet me bo një roman ose një film se qka i ka ndodhë se cilit pacient. Si që përmenëm edhe me këtë Valdeta, është Bedri Korkallën, i cilin qka i kanë bo mjek që ja kanë thyje fylqin dhe ajo kanë mirë shnash e mirë shnash. Ajo kanë i plagosën, po s'ka pas të po, ja kanë thyje, e kanë qënë në Beograd, e kanë shkatrua edhe atje. E kam një i Ferizajt, o kanë inspektor të i vënë në burgjeve, në Durneq, i plagosën në Kuriz. Këtu janë, po, unë e pëjarë, unë kërkoj falje, edhe e kanë pru në spital, ka këtyje prej katit të dytë në kujt dënën, në gjyqë, në Prishtinë, gjykatën Sharkut, ka këtyje dhe pe atje 42 e kanë plagos bashkë në Kuriz. Një orë diska e kanë lanë qashtu pa e dhonë dim hiq, mas një orë diska e kanë prunë në spital dhe a i ka mendu që është met invalid në kuptimin se kanë pak damtume kur palca kuroroze për shkak tramjes prerës afër. Mirë po për fatë mirë, u kanë doktor Talat Gjinulli, u kanë kujdestar, u shkuë, e ka kontroluar dhe i ka thonë se atër ka najtë sët afër, qka po banë me se cilin qka... Me kontrolu. Po, edhe i ka thonë, Felipi Amin po së mbërgjojnë, mos ki una? Topolli po mbjerë. Po, Ylber Topolli që, falemderit shumë, Arifat. I ka thonë, Ylber mos ki kime jetë në kam tua normal. Atëherë tha, jem forcuar shumë, se këm pas problem ma pëse jem ka një plagos. E të regon edhe në historinë e tina, sa ka hjek me jetë nesret e kanë marrë e kanë që për Beograd, po në një furgon, atë që ka e tëjnë, qaq keq, zheng, e të as uj, as kur gjamë mbrapa të nejtë, tha, lëtë qa zëtën o zëtë mërë ma shpirtin. Gjajshëm i kom pasë edhe pacienta bukur shumë të cilët kam pasë qef me papëdekin në front e më mujtë me ardhë në spital se shka i kanë ndodhë. O kam Marinën e Gjakovës 6 herë kanë operuar. Dhe kur kësër gjendja aqë shumë, disa herë kanë lutë familjarë me marë me hjek për e atyjit, mirë për nuk e kanë lëshue dhe kër e kanë pa që për dënë me vdek, atëre kanë marë këtë me qunë Novi Sad. Dhe në tyre këtina Novi Sadit ka vdek pa hospitalizuar këtë pacientit. Dhe më ka qashë shumë, sa që është problemën e mi majtë metë për se cilën, por kur flasëm me dikan ose nëjtë pacient, atër mundë me ditë për çka flitet, është numër 1239 pacienta. Nëse keni ndonjë fjalë, ndonjë pyetje, diçka, mundëm nëse di me ju dhamë përgjigje, do t'ju dhamë. Komplimente. Faleminderit. Veç që po që me shëndet e sa më qatë. Amen. Faleminderit.
Si ka qenë presioni ndaj jush personalisht? Po, drejt për drejti pe kolegëve jo, po i kim pas sërbë këta policia këta po. Ma kanë marrë Muhammed kalzëm të Naim, Muhammed Kiçinën. Ma kanë marrë pe spitalit, ka qenë i plagosën nën gjetull, e kemi operu me profesor Sadri Bajraktarin, mas 2 ditën na murën, ajsishte për me shkuë, nuk janë në nëshkrum, këtë është këtë plërëshimin, në nëshkrytën do, sepse kemi pasë sërt aty, jam me ere murën edhe një civil, u thonë, e murën me krevet deri të lifti. Aty ishtë një pastrues i cili pastrejke e prunet e aty, i thash Muhammed, baba na e ke në koridor për balë lift. Thash Muhammed, mos ki galeve se mirë ka mu bo. O doktor tha, për mua s'ka mirë, thash, mirë ka mu bo, mos ki gale se kanë me që dhe aty e qojmë dikane në zjerën anë e me. Ka hek shumë a djali mirë po, kërë murën përdojnë me shti në lift, një civil, unë ishtë na me uniform të shku në salë, më shajti sërbisht qysh din me këta sërbë me shajt, e i tha, njëjtin e terrorista sukur për Muhammedin, ai pastruesi tha, kjo është mjeku i cili e ka mjekuar. Tha që par mjeku ky terrorist i cili mjekon terroristat. Pra, nuk kemi pas drejtën me thonë sigurisë, imi shkuar, deri para bombardimeve, imi shkuar. Një javë dhe para bombardimeve, o konë kë Leka, komandant Leka i Lapit, në thirë, tha, mas shkani në spital se s'ka siguri. Edhe ma nuk im shku, të ne im shku në për lufta kështu drejt për drejt, e ishë mos më shku ma për para ndërku të premte dhe shtune dhe dilën. Shumë në terrer në për spitalet ushtarake, të hanën shkëshëm nga njerë këm ndo dhe këm marrë pushimin kishe, pushimin mjekësëri në shku në luft, kështë një javë ditë këm nejtë në luft, kësi në pushim e jëmë kësi prapë. Që ju thash që një numër afër 400 pacient, kësi mjekë të, dhe 600 infermjerë kanë marrë pjesë me shpëtimin e mjekëve. E këtyne pacienta më falme. Në kësha më propozu ndashtë Naimi me qenë se është pacienti ju, ndashtë ka Naim më qenë vetin që më të më naforë dhe ka orë për atjet, na? Po pra. Hade Naim. Naim, hade. Doktor Naimi ka kërku mos për të regu e të se nga ka shkru para dhe ku. Përshëndetje gjithëve, doktor Salih Krasniqi. Unë e larë si befasi, është të vërtet që a thotë personal ju ashtu ashtë. Po në si pacient kër ishëm në spital në kanë maltërtu, ashtu si që tha edhe doktor Salih Krasniqi, në lidhëshim për radiator, për kreveta, maltërtimet ndryshme. Ka shku një ko, po hala janë ato kujtime mesin, ato gjitha ato sene.
po shiqër sot e kemi shtetin, e kemi lirin, e gëzojmë ato sakrifica, ato krejt shka janë bo për këtë shtet, edhe për ata duhet jemi krejt mirënjohës. I falenderoj. Ka dikush me pyet diçka ose me na koment, direkt. Ose në pacient që keni pas, jo. Unë kom pas shkru një është Tafilaj, është Klines, pa ta shkru në Facebook e këtë, edhe ndërko ata të familjes nuk e dhe që më ndëshin që është dukun për burgu Dubravës, a i ka qenë burgun e Dubravës, dhe kër e kanë pa që unë e kom shkrua, a i ka qenë pacient i cili ka ardhë në spitalin e Prishtinës, mas 2 dite ka vdekë në spitalin e Prishtinës, atëherë o interesun sa i ka mendu që ka vdekë në burgun e Dubravës. Mirë po i nëzërën dokumentet që paciente, familjarit tyne kanë i plagosën po ka ardhë në Prishtinë dhe ka vdekë në Prishtinë. Kështu që mund ndërkohë në bëj këtyne pacientar dikush mundën me gjithë ndonjë pacient që li ka qenë në spital. Nështë është më rëndësi me ditë edhe publike. Sa ditë para se me thonë komandanti sërbë mi marrë dokumentat e me zhduk, sa ditë ma herët keni marrë kopjet e ligë? Po që mu këtu edhe kjo, me 25 mars 99 a i ka dhonë urdhën Rade Gërbic me lëshua krejt personeli shëndetësor shqiptar, dikun 10% nuk i kemi kanë mjek, ma shumë kanë pasin për mjek se sa mjek, mi hjek krejt për punës dhe krejt pacientat shqiptar. Dhe i kanë marrë, këtë dhona janë prej mjekve pak kufi, të këtyne Amerikanët, janë citum kush e ka dhonë këtë dhona, kështu që i kanë detyrua pacient me infuzione, me ta amputimet kamë, dore që i ndarë, sidomos këta të pazarit Mitrovicës dhe të Podujevës në kanë numër i madh të plagosur dhe shumicën i kanë prunë në Prishtinë, kanë qenë edhe në spitalin e Mitrovicës, po kanë dhënë urdhë që me hjek krejt në mënyrë që me lirua vendet për sërbët, kënëse mbas po gjujnë në NATO, mirë po sërbë, unë i kom nëzirë dhonat për sërbë, sa kanë qenë për 24 mars 99 dhe me 20 qershor 99. Numër shumë i vogël, do të të për bombardime shumë i vogël, mirë po jenë kanë plagosën prej Uqërkës, të cilët janë plagosë, kanë pru në spital dhe prej aty numër matë madhë e kanë qunë në Nish, në Beograd, në Kravet, në Kragujevës e tjera, me shërua. Shkruan dokumentacione se ka qenë edhe një spital e cilin nuk mujtë me deshifruar në Prishtinë. Nuk është vetëm QKUK-ja, po ka qenë edhe një spital tjetër, shkruan sërbisht që ka qenë në spitalin tjetër në Prishtinë. Kështu që nuk e di cili është, po janë shkrume këtu. Janë 70 dokumentacionet për sërbe që i kom zjerë, mi ka dhonë një shok, ku janë të shkrume, kush ka qenë, po janë në liber, kështu 70 dokumentacione sërbe, në gjatë asajnë. Ka dokumenta shumë, edhe ka dhona shumë për shumë pacientat, kush ka mundësi me
lexuar, është pak i rënd edhe është i gjanë, drejtë me thonë. Unë e pyetëm juve, unë për veten nuk kam mundësi me lexu për shembull në rast të tillë se nuk po kam mundësi mu koncentrua 3-4 faqe me tash për para nështë me rana një dite kom lexuar 100 faqe ma tepër një libër kom mirë po tash kështu që kush mundet pjesë ose në një rast që i intereson se mundet me gjetë në rastën që mundesh me pa miljara pa të njashëm. Urime për librin, ky libër është një arkiv historike, përmendët tash leximin është vështirë me i lexu këto libra, se vetëm nga ajo që ka dëgjuar edhe është shumë prekse. Bile këtyre libra mendoj që duhet me shkruajt si mjet se kush guxon me i lexu, se jo gjithkush guxon me hyj kësaj temet që e keni shkruajt, por plavët e lirisë janë lavdi dhe ju lutem që e keni shkruajt. Po ku mendoni me e dërgu në cilat institucione botërore apo në cilat biblioteka me e dërgu këtë libër si dëshmi e atyre që e kemi përjetu na si popull? Këto librat e doktorit edhe Bojovit, të Adem Blushajt, shumë tjerë që kanë dokumentuar krimet, janë të dërguar pothuajse në gjitha universitetet amerikane edhe gjithsesi në bibliotekën e Kongresit Amerikan. Edhe pse është në gjuhën shqipe, ata kanë sistemin ku një libër e përkthejnë shumë shpejt, tash sidomos me ChatGPT mundën me përkthy më bë. Kështu si unë besoj se janë gjitha institucionet e duhura anglofonse. Ka disa vepra që janë të përkthyme edhe në frangjesht dhe në gjermanisht, nuk e di i doktorit nuk i kem, po do të vjen radha. Mirë po si porosi, sa ma shumë të dokumentohen krimet, aq ma mire kemi gjendjen historike për dëshminë që na jemi popull që e meritojmë atë çka kemi, më thonë pavarësinë e Kosovës dhe sovranitetin e saj. Kështu si librat besoj se sa për Dioni këto libra janë përdorur edhe në mbrojtjet në Hagë për shqiptarët të cilët janë kadenuar tash po dhe më herë. Dhe prej mjesit jemi biblioteka, 7 bibliotekë vijnë, edhe biblioteka më e madhe kanton San Galles, në San Gallen, e biblioteka poshtë San Gallen, edhe Katarin, më rinë që të libra për mjesit që në aty. Në më gjesë në shtu që biblioteka kanton San Gallen. Doktor, faleminderit shumë që është gjithë kohë, mundësi me qenë sonte me neve. Jemi shumë mirënjohës, sidomos ne trit kemi nevojë me pa çka është bërë në Kosovë, jo jeni të thotë ata që me këto vepra kaq të mëdha i lidhet të thotë neve në histori që na përcjell presë për presë. Kisha dashur me ditë institucionet e Republikës Kosovës janë duke përgatitur për me paditë Serbinë për gjenocidin që ka bërë vëllatës tonë, cilat janë do thotë edhe komunikimet ose cilat janë edhe zhvillime tutje që mund t'i ketë në të ardhmen institucionet e Kosovës, që është një dëshmi e gjallë nga juja që t'i kemë në padinë e Serbisë që ka bërë gjenocidin ndaj popullit shqiptar. Instituti për krimet luftës në Kosovë i ka gjitha këtë dhana, ja kom dhanë, është që kjo ekspozitet që po shqipni këtu, unë e kom pas më herët, se edhe në Gjeneve kom pas, edhe në New York, në Washington e këtë, ata konë 70 me 40, me 50, 70 në altë me 50. Ja kom dhanë Institutit për krimet e luftës, i kom dhanë këtë gjuhën shqipe, gjuha angleze tash ka dalë, asë ka një mujtë ditë, të cilin ju thash ka financuar një biznismen i Dëçanit Musa Islamaj, ndërsa e ka botuar profesor Ramiz Tafilaj. Anglisht i kom thonë edhe Heptemit, drejtorit Heptemit që anglisht ka dalë do t'ja bije, dësa në gjuhën shqipe i kanë edhe këtë 120 pacient që kanë dekë spital,
dhe 45 punëtor shëndetësor të vranë. Kështu që jam ndërzu krejt, i ka të dhona që i kum gjetë, i kam filma këtu, kështu që jam më dhonë, ata janë të grumbullue, edhe filmat kanë marrë edhe për shumë tjere, kështu që besoj që do të bëhet edhe të eja mirë, po duhet me pas kujdes se tash pa të lem ma herë. Jo problem në atë kuptimin, po duhet që ky shkelzen zgashi dul, me gjithse nuk besoj që me qëllim diçka ka ndodhë, po dul të në masane ju bo e madhe, duhet me i verifikua gjitha, këtu janë verifikume se cila se çdo pacient e ka me protokollin. Kështu që diagnozën sërbisht janë, ato do të nuk janë që na kemi shkruar diçka për shembull për Naimin, ato i shkruan vetë terrorist, majtë ato, që për shembull këtu janë 17 pacientat me diagnozë terrorist. Kështu që e kanë shkruar sërt je une. Kështu që duhet mi dokumentuar profesionit terrorist. Kështu që duhet me pas kujdes mi dokumentuar që nesër pas nesër, kur ngritet akt padia ndaj Serbis, nuk guxon me pas ndaj shimë se të bjen krejt, të në hupum të krejt. Kështu do pas mendoj që mos po bëhet, krimet nuk vjetë mësore, kështu që ma mirë me pritë pak deri sa të grumbullohen mirë, mi shoshish mirë dhe me padit Sërbi. Neurokirurg në profesion, zëvani për momentin, në rejsi një klinik atje. Arshyja pse ka marrë, është që ta shoh profesor Salin që kam pas në dhejën që t'jem studenti ti, edhe në kohën kur nuk kam qenë në spital atëherë, po kam qenë për aty që kam përritur luftën për dorës parë. Ajo që adeshta me thonë është që dy gjëra të rëndësishme paka shumë. E para, ju jeni gjenerata e fundit në duket e mjekëve të cilet është desht me qenë, edhe infermier, edhe historian, edhe kirurg, edhe psikolog, edhe do të dokumentues një historie e cila plus luftetar. Fatkeqësi, plus luftetar. Dhe luftetar, do thotë një gjatë të cilën fatkeqësisht gjeneratat e reja, për shkak të arsyeve të ndryshme, zhvillimit të teknologjisë, jetës jashtë, nuk kanë qasje, nuk po du të thënë nuk lexojnë shumë, po nuk kanë qasje atë shumë në këto fakte, të cilat janë një pjesë e pandashme e historisë të popullit tonë. Për këtë arsye, këto libra janë një dokument, një historie e dokumentume për njerëzve të cilët na kemi nderin qëllë si kur ju sot një pa dhe një përjetu direkt. Edhe unë nuk mendoj, është punë jashtëzakonisht e madhe se kanë bërë botust, do thotë përmes shpërndarjes librave në për bibliotekat të ndryshme në për botë, që është ajo e patjetërshme, që është e dobishme, po para asaj, unë mendoj që këto libra duhet me qenë të na shqiptarët në shtëpinë e secilit në parë. Edhe e dyta, kisha dashur me falendëru zotërin Konzullit në anën parë se ka marrë këtë iniciativë për me dhënë hapin e parë kësaj punët madhe që keni bërë, po mendoj edhe kisha bërë një ftesë ose një kërkesë si shqiptar, si qytetar i Kosovës, që me shfrytëzu kanalet e juaja qeveritare, që këta libra me u fut në programet mësimore të Ministrisë Arsimit në Kosovë. Për shkak se vetëm atëherë është e garantuar që të gjithë do t'i mësojnë, do t'i lexojnë të libra, jo të mbesin dikon në një bibliotekë
edhe që i lexon ose si lexon kërkush. Pa thash jo pse ndoshta s'do, por për arsye zhvillimi i teknologjisë sot, gjeneratat e reja, për shembull, këto që po ja thoni ju, për hetimet e këtij mjeku, i cili i thash, është desht me i pas të gjitha këto role, por ta janë pa imagjinueshme, për shkak se nuk munden me menu barbarizmin të cilin mund me bën një popull që ka bërë Serbia ndaj Kosovës. Edhe për atë arsye shumë konkret, kish me qenë si ide që me e propozu, ju si edhe pse e di që ju e një ambasadë vetëm për në Zvicër, po s'paku me fillu dikun, mandej me jam ndihmu edhe në të tjerë që me u fut në pranë programin mësimor. Na kemi pas në fakultet për shembull kirurgjinë luftarake, tash s'është mos i lehtë. Nuk ekziston pse mendohet është një farë lloj botkuptimi që tash s'ka nevojë njeriu me di njohurinë luftarake që është shumë e gabueshme për shkak të asaj që ka bërë shihet në botë tash. Edhe kjo duhet jetë aty, duhet jetë një kapitull i tonë i historisë për shkak se fatkeqësisht historinë tonë politikisht na ka ndryshuar shumë shpesh. Edhe në historinë e fundit me tendenca nga shtete të ndryshme, miqe dhe armike, që edhe me ndryshu luftën, konceptin luftë kanë shu konflikt. Konflikt mund të pas dikush me vllaznik mes veti. Edhe ajo metën histori dhe gjeneratat e ardhshme që vinë mandej e ruajnë. Edhe krejt në fund deshta me të kundërshtu profesor. Për shkak se e thap një fjalë, ju falenderit që keni humbë kohë me ardhë këtu. Çdo moment, nuk është humbje kohë, por është vlerë e shtuar. Edhe po them personalisht jam shumë falendërues unë që kam mësuar për juve sot specialista të mi, ja u mësoj edhe ju them, pa modesti, po them, nëse që teknikë keni mësuar për një shqiptari. Ato kam mësuar për juve dhe të tjerëve si ju. Edhe për ato jam falendërues pa fund, për shkak se është një thënie thuhet kur terri është më i madh, atëherë yjet shkëlqejnë më shumti. Ju keni për shembull ati pacientit që i keni thonë, mos e hub shpresën se ti ke me hecë në kamët e tua, ose këtij zotërisë që është sot, shëndosh e mirë këtu, ju e keni kryer misionin e ju. Edhe ju e keni bërë vendin e ju në histori. Edhe prapë këtë në fund, si eksperti trunit, po thamë që trunin e ju e keni lodhë, e keni mundu shumë. Edhe kur gjitha të lufta, gjitha të sende nuk ju kanë qitë poshtë, nuk ju kanë rëzu, nuk kam një rëzu asë kësëm që e keni pasë në tru, por është koha me përshu edhe me mos me udërzu dhe i bashkohëm këtë fund lutjes kolegët që tha, ju rujtë zotë e ju pasin. Për anishmit, po edhe për të tjerët, nuk e di sa e din që profesor Sali Krasniqi është edhe nënshkrues i peticionit të 215 intelektualëve në Kosovë. Sa për një informim të shkurtër, për ta bërë një nënshkrim të tillë në atë kohë, është dashur kohëtrimni me pas, sepse ke qenë në çdo hap, në çdo skut, ke qenë i pambrojtur edhe çdo moment ka mund diçka me të ndodhë. Kështu që falënderimi i parë është edhe më herët, por pikërisht niset edhe nga ajo sepse kur një intelektual i kohës bën nënshkrimin e tij dhe shkruan tash këto libra, nuk është befasi. Andaj kjo do ishte me Veç të sqarojmë rreth nënshkrimit, ky jo veç se i ka nënshkruar. Po arsyeja se ki më shumë ti mjek, është se ky i ka kërcuar më nënshkruar. Edhe kështu se do të tjerë kolegë në sistem të cilët ma kanë treguar. E dyta është libri. Profesor Sali Krasniqi e ka shkruar me mundim të madh, ka hulumtu arkivat e ÇKUK-s, të
cilat shumë jenë zhduk, shumë jenë mshif, shumë jenë mshif në përvendet krit të panevojshme dhe ka bërë një libër dhe kur shpjegon diçka për librin ne e pam të gjithë që i shkojnë gjatët. Pyetje do ta kisha bërë shkurt për të gjithë ju dhe të gjithë që na ndjekin. A thua bre, mos po i harrojmë shpejt këto që ka ndodhur në Kosovë. Po. Andaj, e tha Kuliku shumë me vend, shumë bukur. Këto libra të jenë për secilën familje pjesë e bibliotekës së tyre, as hiç mos t'i lexofshin, vetëm kur të shkruan, e lexon që aty titullin e librit Krimet serbe në Kosovë, do të thotë diçka. Edhe një fjalë të fundit për sonte, mos mendoni se ata flejnë, mos mendoni se me ata është kry çdo gjë. Ata në mënyrat më mizore dhe gjërat më të pabesueshme që mund t'i bëjnë një njeri, i bëjnë ata. Andaj, këto libra do t'jenë në Gjykatën Ndërkombëtare të Hagës, në Strasbourg, në Parlamentin Evropian, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kudo, edhe dikush na shtam keq kupton, por disa institucione tona kanë nevojë t'ja hapim syt me gjesht. Faleminderit për të fjalë. Po tash vesh shkurt me dy rregulla. Për shembull që kjo punë voluminoze është, po kjo është më shumë se libër. A keni mujt me analizu ku është Chelsea që për shembull që punë mas 25 vjetë ju duhet me dalë. Në mënyrë vetanake, me pak bashkëpunëtor, me mëridetet që kjo libër, kur kanë mujt për shembull mas luftës mu angazhu akademia, edhe ma mirë shkon ma të flesta, ma të gjitha dhe për popullatën, për 5 vjetë kanë mujt një akademi më mbjet, edhe me bo ma shumë se një libër që po do tash mënyra vetanake me dalë këto. A keni mujt me ditë Chelsea, ku është, pse nuk i kanë poshtë të sene? Për shembull, ka një institut më kanë mbyllë para 5-6 vite më duket, e kanë pas mbyllë një institut. Po, e kanë mbyllë. Tash shqip, po pse ma herët u mbyllë ajo? Edhe atëre, unë e këmë bani liber ma herët në 2018 për krimet sërbe, është 480 faqe, numri ma i vogël i këtyne ndërkohë. Kesh me thonë që të për fatë mirë janë dokumentume. Mirë për në faqen e parë, këti libri, në libra tjera nuk është, për këtine e këmë shtu, se e këmë gjithë dhona, që Islam Thaci i burgosën dhe i plagosën Prizren, e kanë gjujt policia prej katit tretë në tokë dhe e kanë prunë në spital. Edhe është terrorist, thojza. E kanë prunë. Mirë për mas gjatë këtina hospitalizimit sa kanë spital, e kanë marrë e kanë qunë burgun Nisht. Nisht ati u taku me disa të burgosën, për me një dy ushtarët sërb që në kam në Prishtinë me detyr mi djeg këtë materialin, protokollet e spitalit. Për fat, pse e kemi pas detyr për shtetit me djeg. Mirë për kanë zonë këfori anglez. Këfori anglez ka tjenë në spitalin e Prishtinës me 12 qershor jënë hi. Dhe e kanë zonë, disa jënë mënu e i kanë djegë, po numri maj madhë është shpëtu. Nuk i kam krejtë, se disa reparteve nuk i kam, po
pranimin e pacientëve i kam krejt në kirurgji dhe ortopedi. Pej 0 deri pej 1 majit, 98 deri me 20 qershor 99. Kështu që janë emnat janë që ka ndodhë se si kam pas histori të këtyne krejve, po numëri maj madhë janë me histori kështu, a ka mujtë mi ba dikush, ka mujtë veç personelit që ka punua. Akademia Badihava bërja këtë nuk e din qka me shënua, të kujna me dhanë. Nuk është, akademia nuk e din gjitha. Do raste që a i kom dëgju, kanë mbledh fakte, i kanë dorëzu në Olex edhe Olex i ka shdu. Kanë do. Edhe dyta që a deshta me përfundu, a ka vetëm me Kosovë këto? A ka edhe për shembull me ma qënësisht se në Kosovë, për shembull lufta në Kumanov që u bë atje, a ka lidhje diçka me, për shembull ka mujt me pas të ardhur të Kumanov që më shërua diçka? Po, ka. Ja, veç luftës Kumanovës është 2001. Po. A këto janë 98, 99. 2000 edhe Preshevës, Bojanovës e këto, jenë ardhë. Mu merë një selam këto, me ta përcjell, me të përshëndet një njofshëm i juve në Kumanov, tha, e kemi derit shumë, ju këtë është Fatmir Idrizi edhe Gjylten Idrizi, njën e luftetar. Fala, të dy njëf, me të dy më nisë luft me 6 maj 2001, Ditëlindjen e Skënderbeu. Po, kjo ka qenë infermiere dhe kë burri saj Gjeki Qen i kanë thonë, imi shkue në shpin e kësaj në qatë të nestret, kur kemi mëri, në shpit tyne jem pastrua, po e këm pas lëndua kamen, distorzën shkallës të tret, mu bon në zi këtë gishtat, dhe mi kanë djetë opin nga 4-8 numërin. Se s'musha me ndonë, se burcat e mija s'ku mujt me vendosë kamen kur më pas në lëndua. Kështu që 42 ditë këmë qëndruar, këmë operuar numër të madhe, kam bi 350 pacienta që i këmë kanë shku për me të. Që të atë dokumente, jenë arë pacienta, po janë 2001. Vesh një dhonë që këtë djali nëjnë qufen, këta këmë marrë në shpe, këmë hjek për aty, se mi marrë që ishin burgëtëri, nuk këtë që ka bashkë, u konë i ri... E ka i për spitalit. Për spitalit, u arë nëna vetë, me vizitua, e këmë marrë këmë shtimë në dhëmë të une, se s'kanë leju këtë dera qele për aty të nga bisedeshëm me nanën në vetë edhe gjyshi i tina, tërse po bisedojmë në me veti e me në një kë. Kë u lëshua, një 12 ditë ka najtë une, të ne këmë që për mes Ismet... Sinan Lasaleo, kontakt me Ismet Begjetin. Ismet Begjetin. Ismet Begjetin, e këmë qurë këta me një Farfadil Latifin, e këmë pasë bashkë luftar me mua, e këmë qurë deri në Preshev të mishtë e tina, Farfadilit, dhe aty e kanë marrë të një Ismet Begjeti, të një është një histori e veçantë që shka hjeket u shkuetej në Zvicëror, të vllavi vetë e kanë zonë gjithësisht në aeroport e kanë këthyja në kletë në darsën i më shkue me këtë Fadilin, me qatë bashkë luftarin, edhe o ardhe Ismet Begjeti dhe 3 nuse, 3 vllazni janë martua, në atë ditë këmë kartë. Që i zimit, në martua, 3 vllazni, u konë në duar të shkive që nuk u di që ka po ndodhë në ta.
Ato janë libra, janë këtë dona shumë, drejtë, me thonë të dyre me shkurë që ari tash. Po du, Valdetja është prej një shoqatës parandale që i ka ndihmu shumë luftarëve të Kosovës, të Shqipërisë, të Maqedonisë Veriut, e Luginës për më ushëru këtu në Zvicër. Prandaj kisha pas dy fjalë. Ishte ushtari që kësë. Gjemal Selimi. Të më do shoqata ju është themelu nga i valit i luftës, edhe faktë ku përkrasë, ku ka do t'i shka shumë e qmush për kudi ushtarë, po t'i shka patsore, të më do ka kontribu për shoqërini edhe me luftë të tributi drejt për drejt, po të pastaj edhe një patsore. U tira në këni sjellë shumë emocionet, ndoshta të përshkak që ku pas fati t'i përcjellë sa invalid luftës qatë trajtimit për Zvicër, edhe jë vërtet momente që si sot ju, si për Petri Kukana që na kalon shumë kujtimet paharueshme, do të thonë. Vetëm historia tije, si cili nga ata është i libër për vetën. Ju falenderoj shumë, vërtet, për gjithë kontributin e ju, guximi që keni pas, do të thonë edhe për presion, me po ma shumë se sa veç një vjek, që ka pritit për një vjekut, ajo njëmësore, edhe më shka mësoj shumë fakti kur të gjova që i ka komuna Kamenice, se është se është shpesh e njerë shumë, jo njerë modest edhe nga njerë pandukshëm, po në fakt kontribojnë, kina shumë të shpora dhe antej, e kjo të që shumë diti mu ti edhe me kanale që nga komuna njëjtë. Faleminderit edhe po dhe Vika Berisha që ka mundësu këtë prabja, edhe është vërtet kënaqësi që kontribuojnë gjithë si shoqëri që mos ta harrojmë të kalojmë. Faleminderit. Faleminderit. Qëtë fjallën e fundit që te, është një profesor Halim Hyseni, është i vjetër, është i Medvegjes, në disa të bime e këm pas recenzion të librit është që të librit trash thejke nëse i harrojmë të kalushmet do të na përsëritet njëjta punë. Kështu që do të mi përsërit, mos mi harru këtë, mos me në ardhë të përsëritja këtyne gjarëve që kanë bërë. Ore veç dashta me kujtë autori, si ka qenë për shëndetit tuaj me ju këthy këtyre kujtimeve edhe me i shkrujt? Këta? Për shëndetin tënë? Faleminderit. Ja, unë e kom fillua me shkruat gjatë luftës. Gjatë luftës, unë i kom dhona mjekve Amerikanë që ka qenë të nëndër 98-ës për rastet e këtyne terroristate, qëka ka ndodhë këtyne pacientve. I kom pas dhonë për mes Jusuf Dadushin në konë kryetari kryqit të kuq të Kosovës, i mi shkuar në zyrët tina, i kam edhe në këtu janë dokumentume, qëka i kom dhonë këtyneve Amerikanëve në atë kohë, po janë bile me shkrim të atër këm ditë me shkrua, tash nuk di, që i keni dhonat edhe atë. E ndërkohë, në 2000-ën, 10 ditë rrethsht, i kom dhona në Kosova sot. Atëherë, i kanë të freshta dhonat, i e kom dhonë 10 ditë ka shkrua bota sot, për mes një gazetare, tani është në Tiranë, masa nej i kom nisë me bledhë këtë dhonat, 2018-ën, ku ka qeni pranishëm, atëherë nuk e kom njëftë, masa nej tek mas 2018-ën kom pranimi, kë promovimi librit, tek 2021-ën e kom njëftë Ramiz Tafilaj, atëherë u ardhë, për nuk e kom ditë kush,
Atëherë atë libër e kam shkruar në 480 faqe, për fat nuk e kam në shtëpi, po s'kam këtu, me dhonat që kanë ndodhur deri çatër mirë, po ndërkohë i zgjeruar dhe i kam gjetë protokollet ka dalë dhe tani janë 1239 pacienta të shkruam, janë të pranuar dikon 6.400 pacienta që janë të pranuar shqiptar. Po për tyne 1239 që janë kanë jatë të rrehun, jatë plagosën, jatë lëndime ndryshme që kanë ndodhur gjatë luftës. Kështu që doktor tjetër, ta shkruan me kompjuter me gishtë. Sikur se edhe me gishtë ana. Me fol bashmir nuk po di se kështu me shkru bukur mirë. Profesor, një pyetje. Po. Më falni, unë jam fami vetëm nga Shqipëria këto. Jo, ki tjetër. Kam edhe tjerë, sa të letë. Këtë jemi nga Shqipëria. Unë jam i Mirditës, po e ram në Lezhë. Kemi përjetuar me familje breza mas brezave, vujtjet tona, po nuk bleshëm, unë jam një infermier këto, i përgjithshëm edhe praktikant, mësues për studentat ata që bëjnë praktikën nga zonat tona të Shqipërisë. Tani jam te doktor Valoni, përpara kam qenë në Hanover, po dishta vetëm thjesht një pyetje të bëj profesor. Gjithë botën dhe gjithë Evropën thonë që po i shëtit një këtë libra, po të nana Shqipëri, apo i bjenin në librarin kryesore tonën që të përhapet edhe anena, se shumë gjona po hupin me kohën e sotme. Edhe në si Shqipëri, si në Kosovë, vujtjet dhe brezat e ri po i harrojnë krejt. Nga brezat e ri po kanë edhe në për Shqipëni, edhe në Kroaci, në Kukse, në Biblioteka kombëtare në Tiranë ka gjitha. Po, kështë që i kemi shpërndat, me full ashtu shumë... Atje e kërqetit, atë ka qenë kërqetit, kështë që janë, mo shqit nuk shqiten, asë njëm nuk e kom shqit, asë 2018, asë këtë, asë një se kom shqit, duke falenderuar Atina, Safetit, edhe këtina, edhe vllai tina i Safetit, mi kanë bëtua librat, unë i këmë dhonë falë. Edhe tash i dhonë falë. Sa të kam, ja dhonë. Sa s'kam, se unë nuk mundem me bëtu, se asë për barna të ka jasë për më dalin kjo pensioni, se i kemi të naja, nuk të qenë po. Kjo është një cilësi e veçantë që ju kemi, brezave tuj, brezin tuj, edhe doktora, profesora e gjithë ato që e hapin vujtjet që ka vujtur kombion populli shqiptar i Kosovës, jo Kosova, populli shqiptar në Kosovë, edhe në Shqipëri e gjithë ku janë. Këtë e një gjatë që mund t'i kemi gjithmonë në brezat e të ri, po deshte t'i mësojnë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë të rrënera. Një, 2, 3 moment. Këtu u shprem falenderime për konzulatën e për mua personalisht e tjerë, po sigurisht jam minjas për këtë, natyrisht unë mendoj që secili prej diplomatëve të Republikës Kosovës duhet ta bëj këtë detyrë. Thjesht unë po mundohem me kry detyrën tem në mënyrën më të mirë të mundshme. Të tjerët e vlerësojnë. Ne nuk kemi nevojë si shqiptar me shpik, me bo propagandë, se neve kemi realiteti, që ko është realitet? Një prej krimet gjenocidit që kanë ndodhur pikërisht këtu në këto libra që janë dokumentuar. Prandaj, unë përmend vetëm një fakt të dokumentimit. Me 2 tetor 2025 e kemi shfaqur një film dokumentar për familjen Deliu, për krimin e llaftakshëm që ka bërë Serbia, në me thonën, ndaj familjes Deliu. Edhe kemi pas 15 shtete prezente aty, misione konsullore që janë këtu. Edhe sigurisht kemi punu shumë gjatë që me i pas ata, me i pas prezent që me ja tregu veç vërtetën tonë. Dhe t'jeni bindën shumica e tyne, u kanë shkru e u kanë thirë, si ka mundësi me ndu, kërën edhe është denudi,
Pa ta mendo, me thonë, si ka mundësi mendo këtë. E unë i këmë thonë, Leqës është dënu, po kjo është një prej qindrave krimeve që janë kryer në Kosovë. Dhe që fatkeqësisht Serbia vazhdon mos me dorëzu kriminalit e luftës. Ja, s'më prano. Që pajtohen edhe me doktorin që duhet ta bëjmë pjesë e kurikulumit në shkollë, në fakultete. Po mendoj që na duhet të punojmë shumë edhe te pjesa e informimit ndërkombëtar. Misionet, kudo që shërbejmë, na këtu, kudo që kemi mundësi. Për shembull, kur ka kësi libra, unë zakonisht ja jap konxhoj vetë huj si takoj këto. Sfundi kemi pas edhe libra profesorit Nusret, edhe në me thonë, ato që kemi pas gjithmonë i kemi shpërnda, ja kemi dërgu aty. Une po i falenderoj të gjithëve që keni ardhur sonte, vërtet e keni nderu historinë, e keni nderu profesorin Salih, na keni nderu neve si vend. Tash më herët na po mundum me kry detyrën tonë, secili në fushën e vet. Unë jam shumë krenar dhe falenderoj Zotin, falenderoj Mërgatën këtu, që gjithmonë është pranë nesh, edhe çfarë do që kemi nevojë është në shërbim. Si gjithmonë që ka qenë, prej kohëve shumë të vjetra. Falenderoj doktor Albanin që ka ardhur, i ka lënë pacientë e di dhe shpresoj me kuptimin e tyre, në emër të lidhjes shqiptare të mjekëve që vërtet neve na bojnë krenar këtu në Zvicër. Vërtet na bojnë krenar neve për punën e kuptimit. Po ashtu falenderoj vllajin tim doktor Salih Sefën, një prepimtar i madh i çështjes kombëtare. Është prej njerëzve që nuk më ndoh asnjëherë prej fillimit që po marr, që 2 vjet këtu. Vërtet, unë jam shumë i ri në moshë, po jam shumë i motivuar kur i kam këta njerëz pranë nesh. Falenderoj Marrem Blakën, po ashtu shkrimtarën e njohur, një vend i madh i çështjes kombëtare, që gjithmonë është pranë nesh. Azar Recep Rifati është simboli jonë, është ai njeri që ka punuar shumë për Mërgatën dhe e ka dokumentuar veprimtarinë shumë organizatave shoqate, njerëzve këtu, e arbreshve atje në Itali, Valdetën po ashtu, Arxhan Ali, Danin që kur njëherë nuk thot ju. Edhe vërtet di që i ka punët e tij edhe i ka angazhimet e tij prej Gjermanisë, asnjëherë nuk di me thonë jo, po dan thuna për në herë ju, po nuk vetëm. Po. A e keni pyet a di me thonë jo? Jo, ky nuk thot ju, domethënë ne kam mbyll ato që falenderoj shumë mediat prezente këtu që janë, është Albi Info, që kemi këtu Pro Integrën, kemi Radio Klinën, TV Syrin, i kemi prezente po ashtu edhe ansambli këtu, që e peshok këtu ansambli Bashkimi, i kemi edhe oksigeni po. Stadion Aptrimi, kemi u prezentu kjo tha prej Shqipërisë, po këtu unë gjithmonë i ves njerëzit prej cili qytet di shqiptar janë. Fatmirësisht këtu kemi shqiptar prej gjitha trojave, peshok prej shqiptarëve, pjesës shqiptare të Maqedonisë së Veriut, prej Lukinës, pjesës kjo është shumë e mirë, prej cilës pjesë? Po, prej qyteteve të ndryshme në Republikën e Shqipërisë, po gjithmonë na vetëm këtu prej cili qytet vjen. Dhe kjo është madhështia jonë. Këtë salë do të me mua dhe flamurin shqiptarë se këtë salë do të gjithë. O, ki drejt. Ke përfaqësisht të zyra jo të atëherë djetë cëmë. Ki drejt sepse unë plotësisht me ty jam, bile kum posto po se libra të mos. S'po më kthejnë, falenderoj visorin kryetarin e rrjetit bizneseve shqiptare, Antonin në Amerikë ky ka edhe flamurin shqiptar prej Leshës, Zimin, gjithve që keni ardhur. Edhe afrimin që s'na dohet asnjëherë. Pas hapi, Ardita po bën vrejtje, qëre mu lavdoni shumë, po këtë punën më të madhe bojnë kolegët e mi konzojt, që është këtu Ardita prezente, është Avniu, që s'duket
janë kolegët e stafit vendor që bojnë mrekullueshëm këtu. 2 vite që jemi këtu e kemi ngrit po mendoj cilësinë fal punës e këtu që është bërë këtu. Prej 8.000 shërbime që kemi ofruar në vit, sot i ofrojmë ofër 14.000 shërbime, konsullorën që i ofrojmë qytetarëve tonë, jo vetëm në rrethin që mbulojnë, po edhe në pjesën tjetër të Gjermanisë, Italisë, Francës, tash na kanë marrë vesh i pikën Covid. Po janë personale në shtëpi aty ne, faleminderit shumë gjithëve që keni ardhur. Një korrigjim shumë të vogël. Ella sa vi drita se harrova. Në bashkimin e këtyre bashkimin e tash, ja tash bashkimin. Nuk po ju lavdrojmë për realitetin. Doni, voli, faleminderit. Po shihet që pak u relaksuam sepse ishte mbrëmje me tim kogjatron. Profesor i dashur, faleminderit që të kemi. Pavarësisht që do donim një libër pak më të lehtë, por megjithatë na duhen këto gjëra. Unë kam një lutje që uroj që politika jonë të ndërgjegjësohet një herë dhe të punojmë më shumë në drejtim të zbardhjes së këtyre tragedive të rënda që kemi përjetuar sikom, dhe që të ngrejmë kokën një herë mirë dhe të bëhemi të kemi atë vend që meritojmë kuadër të popujve të lirë. Juve dashur bashkombas, kjo shtëpia jonë këtu, mund të kemi edhe një koktejl të vogël, kur do e qojmë pak me gjatë pash bisedimin, kemi mundësi me bisedua me Naimin, unë personalisht do i kërkoj falje me vonë, sepse kjo ishte i emocionuar, dhe unë kërkoja që ta ngrisni zërin, kërkoj ndjes Naim. Faleminderit gjithë juve që keni qenë këtu, natyrisht në emër të Zotit të shtëpisë. Këto libra janë shërbim t'juj, janë pa pagesë, po nuk e di që s'ka shumë, po qaj që e me rekore me.